gjinit të tjera përveç këtyre lesbik, gay, LGBT, transgender, të B është kjo biseksual, e tjera ku e di unë tash me radhë, si që kanë këta kanë shumë, thonë, nuk e di, janë deri, ku e di unë shifra 50, 60, 70, nuk e di sa thonë jemi, nuk merret vesh se si ndajnë këto e se si bëjnë, po në fakt të djathët dhe kundërshtarët e këtij ligjit barazisë gjinore, se djalli fshihet në detaje, këtu në Shqipëri që ka organizata të ndryshme të cilë dhe përfaqësues të kulteve fetare të cilët e kundërshtojnë këtë projekt ligj, këmbëngulin që ka vetëm 2 gjini dhe këto janë mashkull dhe femër dhe në familje ka vetëm nën dhe baba. Dhe jo prindi 1, prindi 2, si synojnë këta të vendosin me qëllim që përfaqësuesit e komunitetit LGTB të mund të marrin fëmijë të adoptuar, por pa u riprodhuar vetë këta, vetëm që i marrin nga i birsojnë nga institucione ndryshme siç janë nga këto shoqatat e jetimëve ose edhe me mënyra tjera të lejuara ligjore. Dhe